Miqtë e Property Cast, ju përshëndesim. Për episodin e radhës kemi një personazh mjaft interesant, njëri karizmatik dhe energjik, njëri që ka dhënë një shembull kontributi ku mbulon zonën e Bregdetit të Adriatikut dhe renditet i pari nga zyra e eonit për sa i përket shitjeve. Niko, të përshëndes, të faleminderit që zgjedhe kohën dhe e di që ke shumë takime, je përkushtuar për punën tënde dhe këtë tregon më së miri dhe rezultatet. Mirë se ju gjeta, janë rreth parë. Pa kohë do gjejmë gjithmonë për miq mirë, burr, mos e vrit minin. Është edhe pozitiv, është energjik, transmeton gjithmonë energji të mirë. Kështu jetë te klientët? Çik më shumë. Normalisht natyra e njerëzve teksa i takon dhe ku bëhet fjalë për paran, është pak sa më e vështirë kur flasim, do ndërtohet një marrëdhënie në mënyrë shoqërore që ti të krijosh një kredibilitet, besim tek ta. Pastaj konkretizimi bëhet fjalë për sa i përket paras. Sa e vështirë është marrëdhënia që ndërtohet dhe si ndahet ajo kur shkohet konkretizohet tek noteri për pjesën e parave. Shikon, fillim para se të ndërmarrësh procesin e prezantimit pronës, e gjetjes pronës, fillim duhet kuptosh nevojat e klientit. Se në fund ditës nuk po blet një pronë, nuk po blen 4 muret, po shumë njerëz po blen edhe ndjenjë, po blen një ëndër. Pra, kjo është është shumë thelbësore të kuptohet kjo gjë. Pra, psikologjia e procesit blerjes një prone. Pastaj, në momentin që ti arrin të kuptosh këtë gjë, arrin dhe me anë të ndjenjave, të emocioneve të klientit, të gjesh datë pronën eksakte, edhe pse jo, pastaj kur i bëjnë sens edhe numrat, arrihet konkretizohet dhe paraja normalisht të ndjek pasaj. Nuk ka pasur asnjëherë që të hasesh vështirësi dhe si arrin ta gjesh atë gjuhën. Shiko, vështirësit, qofse nuk do kishte vështirësi, kjo punë do e bënin gjithë. Zot kishte edhe emocion patjetër. Po patjetër. Por që, shiko, aty pastaj kalojmë te vetbesimi që ka një njeri, jo domosdoshmërisht agent imobiliar, po një njeri, vetbesimi që ka, që edhe sikur problematikat dalin, ti do i zgjidhësh problematikat. Për sa vitesh je në centri? Unë sapo lash vitin e 2, tani jam te viti 3. Si ndjesh? Kam gjetë punë ëndra, ç'të ndjesh? E ke pasur të pritshmëri teksa ke nis ditët e para, pikpyetjet dhe a ke menduar që të thuash që ore jam realisht në pozicionin dhe në vendin e duhur, në profesionin e duhur? Shikoj, ideja është këtu që unë nga një karrierë e lidhur me shitjet kam ardhur. Kupton, normalisht nuk kishte fusha e pronave të paluajtshme, po që jam i aftë te kjo punë e kam ditë për herë. Dhe këtë e kuptova që në momentet e para se unë ndjeva që ndoshta edhe nga mikpritja e zyrës unë ndjeva si në shtëpi. Edhe transaksioni i parë erdhi shumë shpejt, po që transaksioni i parë ka ardhur në 2 javët e para. 2 javët e para, edhe i dyti erdhi po prapë brenda ditës. Mos kanë qenë ato shkëndijat, ajo shtysa më e fortë e themi për këtë. Ishin, mund të themi, ato ishin që të bën të kuptosh që je në vendin e duhur. Kupton, po që pastaj edhe me suportin, me punën e paluajtur, me disiplinën, arrin që ta përmirësosh artin që po bën. Kupton se shitja në fund ditës është art. Sa kohë jep kësaj pune? 24 orë. 24 orë. Je nga ata agjentët që i kthen përgjigje në çdo moment klientëve tuaj? Jam nga ata agjentët që edhe kur flin gjuhë flasin për punën. Edhe në gjuhë flasin për punën, italisht, anglisht, shqip, si të vi përmar. Interesante është kjo. Eksperiencët e para tuaja me çfarë kanë qenë për sa i përket pjesës së shitjes? Unë para se të filloja punë tek Centri 21 on, unë isha në Itali. Isha koordinator shitjesh të një nga kompanitë më të mëdha, pjesë e Forbes, Fema Industry. Ajo kishte makineri për prerjen e dyshekëve, po që edhe aty kam qenë një nga shitësit më të mirë. Kisha vlera gjithmonë më të larta, edhe mbas asaj, domethënë ishte një ndihmë shumë e madhe. Ishte ta sugjeroj real estate-in. Atë një kushëriri im, kur doja të kaloja një hap tjetër të karrierës, arrita atje ku maksimumin asaj pune, thjesht doja të shifja ku mund të shkoj më shumë, tha, shiko, pse nuk e provon, tha, pronat e patunshme, agent imobiliar, tha se ti e ke dhun ti. Po, shitje, po. Njoftjet që kisha tek zyra tek eoni, i shfrytëzova njoftjet dhe ja ku jemi sot, domethënë. 2 vjet e gjysmë mbrapa, jemi këtu duke fol bashkë. Është për të vlerësuar dhe do doja të kaloja pak, mos ndoshta ka qenë pozicioni dhe zgjedhja juaj për sa i përket Centri 21 EON në zonën e Bregdetit dhe kanë qenë ato vitet para 3 vitesh si shteti që e ke nisur dhe në vitin e 3 që ka marrë një zhvillim tjetër dhe zona e Bregdetit dhe Adriatikut. Po realisht një element shiko, Durrësi është një vend që ka pas gjithmonë shumë potencial për zhvillim, kupton?
dhe breakdate është gjithkohës në zhvillim dhe kemi parë shumë mirë se çfarë bëhet si me çmimet, si me projektet e reja që po nisin breakdate edhe duke qenë edhe në këtë punë ke edhe njohuri pak më tepër dhe kupton që realisht nuk ka nis akoma as zhvillimi dhe as rritja e çmimit. Jemi akoma në hapat e para dhe si kjo punë dhe si në përgjithësi pronat e paluajshme janë fillimin e vet në Shqipëri. Pra nuk e mendon që nesër real estate le të them edhe në zonën e breakdate do të ketë një le të themi një ulje ose një normalizim. Unë di të them që ne nuk kemi nisur ngritjen për të folë për uljen. Jemi larg për të folë për uljen kur s'ka nis akoma ngritja. Duket si plan parë për shkak se zhvillimi që ka marrë këto vite fundit për sa përket pjesës Durrësit, Golemit, Mali Robit, Qerreti gjithashtu ka marrë një zhvillim kolosal, shumë ndërtime, shumë projekte dhe një merit veçantë ka edhe zyra juaj e Onit për shkak të kontratave dhe marketingut të madh që ka bërë të gjitha marrëveshjet dhe thirrjeve që kanë ardhur dhe njerëz janë bërë rezident qoftë edhe ata të huaj. Sa është përqindja atyre klientëve që janë të huaj? Shiko, të huajt normalisht zën një hapësirë të konsiderueshme të tregut në breakdate. Në të gjithë breakdate-in shqiptar, jo vetëm Durrës, po flasim në breakdate-in Adriatik nga që aty punojmë. Kanë zënë një përqindje të konsiderueshme, por gjithsesi vlen për të vlerësuar fakti që prapse fuqia blerëse më e madhe ngelen po vendasit. Po vendasit, emigrantët, por gjithmonë flasim të shqiptarët. Shqiptarët janë prap forca më e madhe blerësa. Çmimet çdo ditë vinë rriten apo ka kaluar një formë që ka një stabilitet le të themi. Shiko, zonat caktuar për shembull si Golemi kanë arritur ndoshta jo mund mos themi maksimumin, por që kanë arritur aty ku duhet të jenë momentalisht. Momentalisht, sepse projektet e reja që po nisin janë standarde bashkohore, pra mund të themi dhe shumë të larta. Pjesa e Golemit. Kemi përmirësim goxha të madh të ndërtimit dhe normalisht me përmirësimin e ndërtimit edhe kostot janë më të larta, gjë që të rrit edhe çmimin. Po, kjo bën edhe atë se çka ne themi çdo ditë që zgjedhjen ose filtrimin e klientëve blerës. Kush janë projektet që do doja ti të veçoje? 5 projektet më interesante dhe më të mira për sa i përket gjithë zonës së Adriatikut. Atëherë në 5 projekte unë do të veçoj 4 kanë nisur dhe 1 është në plan për të nisur. Është Eoni, rezidenca Eon. Ajo që ka nisi çdo gjë. Që identifikon deri diku edhe zyrën tuaj? Zyrën tonë. Pra, ajo ka marrë emrin rezidenca Eon për shkak të punës që bëri. Tregosh pak për sa i përket historikut, pse mori këtë emër, cilë ka qenë ato? Atëherë, ajo nisi si një test, le të themi, pra sepse ishte një lokacion i patestuar më përpara, po që për shkak të formulës që krijuam, pra pagesa me këse, sepse ndoshta në Tiranë ka qenë ishte një formulë ekzistuese që nuk ka. Në Durrës nuk ekzistonte ajo formulë më përpara dhe e implementuam ne këtë si formulë. Ne pam që ato janë pothuajse 600 apartamente dhe ato 600 apartamente ikën për 6-7 muaj. Për 6-7 muaj. 6-7 muaj. Edhe normalisht e meriton, besoj se është pak thush që normalisht po prezantimi është bërë në fillimet para si të prezantohet edhe projekti. Para se ka pasur le të themi një lloj guximi. Ishte guxim. Guxim shumë i madh, Si nga ana ndërtuesit në radh parë dhe nga ana jon. Kjo është një punë shumë bindëse edhe juaj që ka treguar edhe gjithë atë historikun se çka keni pasur më parë për të arritur që të krijoni besueshmërinë edhe tek ndërtuesi që të vendosë një emër është marrja juaj dhe le të themi pasqyrë gjithë punës tuaj. Dhe këtu do dalim prapë tek projektet në vazhdim, projekti që do nisi, që po thoje që është një nga më premtuesit, është Eon 2. Është Eon 2. Po, është një zonë tjetër, një zonë shumë të mirë, po që për momentin nuk do e bëjmë publike, por është spektakolar. Pastaj projekte tjera shumë të veçanta, kemi VM-n. Mund ta keni parë në marketing, edhe ajo ka mbaruar. Është spektakolare, me aqua park, ndërtimi është një standard tjetër, fasadat ventiluara, çdo gjë pra rezidencë. Me plot kuptimin e fjalës rezidencë. Kemi rezidencën Vizion, edhe kjo gjithashtu u shit në total. Është shitur e gjitha. Është shitur e gjitha, ajo për një javë. Për një javë. Për një javë. 130 apartamente për një javë. Ishte Vizioni. Duhet themi ishte tani se mbaroi. Tani ndoshta ato që na ndjekin, ju kanë ndjekur një pjesë të rëndësishme të punës tuaj, por kur e dëgjojnë në këtë formë, se ndoshta nuk e dinë edhe ecurin për sa kohë. Kur thua për një javë duket shumë e habitshme, domethënë, cila ka qenë ajo formula? Ose pikat kryesore të asaj që keni arritur që për një javë të shiten 130 apartamente, një rezidencë. Atëherë, besimi që dha kompania ndërtuese ishte këtu është toka, ky është projekti, tani që nga çmimi dhe të gjitha si e mendoni ju.
pra na e lanë në dorë ne një ekspert imobiliar që tani sipas kësaj si mund ta bëjmë që të ketë ecuri në shitje. Dhe përdori si formula dhe si çmimin e sugjeruar nga ne dhe ja ku jemi sot. Brenda një jave shiten mbi 130 apartamente. Kjo ndodh vetëm tek EON-i dhe mund të marrin telefon klientët, pyesin për planimetri, do ju themi që s'ka, se nuk ka më. Po si përcjellin, se edhe kjo është interesante kjo pjesë. Si përcjellin, si arrin ti bëni që edhe njerëzit mos ndjehen keq kur nuk keni një planimetri, një apartament ose një pronë. Asnjë klient nuk përcjellet. Mbahen gjithmonë kontaktet, sepse sot ndoshta nuk ka i planimetri, po nesër do ketë një projekt tjetër të parafort. Gjithmonë do ja gjejmë diçka klientit. Për klientin klienti është mbret edhe do i plotësohen dëshirat. Gjithë e thonë për mbret, po je pasi më shumë se sa mbret. Kjo është ajo që e bën veçantë edhe EON-in. Projekti 5 cili ishte? Projekti 5 edhe është ajo që mund themi qershia mbi tort, është rezidenca Liburna. Do ta mësojmë sepse është qershia mbi tort, Liburna, ngolem, edhe kjo ka bërë një bujë shumë të madhe për rrjetet sociale. Është bujë sepse realisht sa godina era atje? 18 godina në total. 18 godina. Në kohën që u nis ishte rezidenca më e madhe në komplet pjesën e Adriatikut, është akoma se 18 godina nuk para i gjejmë në... Po, e dyta mund t'jetë Palm Paradise? Palm Paradise është, po që nisi tani, pastaj Liburna është... Liburna është në fazën, le të themi, gati të përmbyllse. Pjesa gjysma e projektit është gati brenda vitit, me shpresë Zotit, po kurse pjesa tjetër pritet brenda një 2 vjeçari. 2 vjeçari. Por që aty... Çfarë bën veçantë Liburnën? Duke filluar që nga cilësia ndërtimit, projekti shumë i rregullt, të gjitha uniform, çmimet konkurruese, pra për duke marrë konsiderat gjithë facilitetet dhe gjithë rregullsinë dhe projektin për ato çmime ja vlen më shumë se çdo projekt tjetër, them unë. Pastaj administrimi që do ketë ai objekt, kompania ndërtuesi që është nga më seriozet e zonës. Pra janë gjithë komponentët e duhur për të përbërë një ndërtim cilësor dhe investim të sigurt. Më interesanti nga këto, ndoshta mos ka qenë çmimi që është prezantuar. Për ne është gjithmonë çmimi. Do kur them për ne, po themi pra blerësit, për shqiptarët, përgjithsisht çmimi është gjithmonë. Është mirë dhe lirë, siç e thon mirë dhe lirë. Do më të mirë sa më lirë të mundshëm. Por ajo që është pikpyetje nga të gjithë ne, domethënë unë e shoh edhe kam një gjykim timin, por po ndërtohen kaq shumë komplekse, shumë rezidenca, shumë ndërtime, projekte akoma më shumë që do të ketë në vitet në vazhdim. Ju e thatë që janë akoma në fillim dhe nuk keni parë asgjë dhe do të ketë akoma më shumë tjera. Por nga vinë gjithë njerëz? Kush janë ata? Ne e tham pak më parë që shqiptarët janë kryesisht ata të diasporës, ata që jetojnë jashtë, që investojnë dhe reinvestojnë në Shqipëri, blenë, xhirojnë ato ardhurat e tyre. Por kush do të jenë ata njerëzit që do ta përdorin këto rezidenca, këto apartamentet, format? Shiko, arsyeja përdorimit të pronave që po blehen sot janë nga më të ndryshme, duke filluar që nga një shtëpi për pushime. Një blerës që vjen, thotë, do dhe një arsye shfrytëzimi, një plan që nesër si do të më kthehet më investimi që duke nisur arsye, domethënë që po thoshim që blehet një pronë Bregdet, janë duke nisur që nga shfrytëzimi për pushime vere, pastaj duke kaluar tek sektori Airbnb-s, Booking, pra qara ditore që me rritjen e turizmit çdo vit po shohim shifra të tmerrshme dhe akoma më shumë rritje, e bën një investim shumë të zgjuar pra pjesën e blerës për të lënë më pas me një qira ditore. Dhe po shohim edhe shumë kompani që po e ofrojnë vetë, që në ndërtim e ofrojnë vetë këtë si shërbim. Duket sikur Golemi është kthyer në një Tiranë dytë. Duket sikur futesh dhe e sheh, le të themi, me ato video që bëhen nga lart me dron, ku bën edhe format e prezantimit të videove, spote të ndryshme, duket si një Tiranë dytë. A është ndërtuar mirë Golemi? Golemi vitet e fundit është ndërtuar. Pra, të jemi realist, dikur linte pak për dëshiru, po vitet e fundit është një tjetër lloj standardi. E vetëm ndryshim që ka nga Tirana janë kullat, po edhe ato nuk do mungojnë shumë shpejt. Edhe në zonën e Adriatikut, Golemit? Po patjetër. Qa ka Miami më shumë se Golemi? Asgjë më shumë, gjithë ajo pjesa e saj, edhe infrastruktura ka mbështetjen do të luajë një rol shumë të rëndësishëm, edhe autostrada e re që do të bëhet, edhe kjo që po bëhet me 4 korsi tani, zhvillime të tjera që do t'i japin një panoramë tjetër dhe Golemit, ku Tirana do të jetë shumë afër, Rinasi do të jetë shumë afër, turistit që do të vinë nga jashtë do të kenë si një mundësi shumë të artë, ndoshta edhe do të konkurrojnë në mënyrë më të mirë edhe pjesën e jugut të Shqipërisë. Shiko, secila anë ka do benefitet e veta, jugu Shqipërisë, jo më koti thonë Maldivet e Europës, po nga ana tjetër jugu Shqipërisë siç është Maldivet e Europës dhe paguhet si me qenë Maldivet e Europës. Ndërkohë që Golemi është i zgjedhur pak më ekonomike,
por që gjithë të përbën një ide shumë të zgjuar investimi. Është një rast shumë i zgjuar investimi, qoftë edhe duke kaluar pastaj dhe shfrytëzimit për veten tënde, pra për pushime, për një fundjavë, sepse infrastruktura po rritet, të gjitha facilitetet janë disponueshme. Golem nuk është më siç mund të ketë qenë vite më përpara që jetohej ose kishte gjallëri 3 muaj verë. Në Golem mund të shkojmë në janar, mund të shkojmë në shkurt, është plot. Ka njerëz që jetojnë gjatë gjithë vitit, se ke afër Durrësin, ke afër Tiranën, ke afër të gjitha. Nuk edhe është klima prapë është më favorite klima është në favor vendet e tjera të Europës ose vendet e tjera bregdetare, qoftë edhe kostot janë akoma më të ulta se në gjithë globin, por a mos duket sikur rrezikojmë të kemi një flusk, le të themi, për sa i përket ndërtimit masiv në Shiko, duke po të marrësh pak konsiderat tregun në Durrës dhe mund të pyesësh të gjithë agjentët në Durrës, ne vëmë re një trend shumë të lezetshëm për sa i përket shitjes. Për secilën pronë është një blerës. Pra funksionon ekonomia në mënyrë shumë të rregullt. Për çdo pronë ka një blerës. Sa më shumë rritet kërkesa, aq më shumë rritet edhe çmimi dhe aq më shumë ke variante. Pra, variantet që disponohen ose ajo oferta që jepet në bazë të kërkesës. Pra, aktualisht kemi më shumë kërkesë se sa ofertë. Jo vetëm Golem, po edhe në Durrës brenda. Në Durrësi vuan për vitesh për një ndërtim në qendër Durrësit, po ndërkohë po të hapim telefonin 40 agent që jemi ne, kemi secili nga 100 kërkesa për qendër Durrës. Dhe ne nuk i përgjigjemi dot këtyre. Shiko, flasim realisht. Shqipëria përgjithësi nuk është në kushtet ekonomike e disa vite më parë. Pra, mirëqenia e secilit shqiptar po rritet. Sistemi bankar po funksionon ashtu siç duhet. Pra, edhe shqiptarët në bazë të punës po orientohen gjithmonë më shumë tek pjesa e financimit. Kështu që normalisht kjo sjell, duke i marrë gjitha këto në konsiderat, sjell që të rritet edhe kërkesa. Kush nuk don një pronë, qoftë për banim, qoftë për investim, gjithë e duan. Plus edhe mundësitë që po ofrohen, ka shumë mundësi për rinin që të zhvillohet në tregjet të reja, në fushat të reja, fëmijët, rinia, po kulturohet gjithmonë më shumë, po gjen gjithmonë më shumë ide të reja si të krijojnë të ardhura. Po për sa i përket pjesës Bregdetit, do të konsiderohet nesër si një zonë rezidenciale dhe jo vetëm si një zonë për të pasur një shtëpi, plazhi dhe pushimesh, le të themi, verore? Po, patjetër. A kanë ndryshuar ky ritëm jete, le të themi? Duke po të marrim parasysh distancën. Jo vetëm Durrësin, si normalisht Durrësi është qytet, por flasim edhe për zonat e tjera, qoftë edhe pjesa e Kallmit, pjesa e Golemit, Mali Robit, Qerreti, Karpni, Spilleja që po merrin zhvillim tjetër. Atëherë, nëse do marrim sepse Karpeni dhe Spilleja dhe Kallmi janë dy ekstremet e Durrësit. Pra, flasim, pjesa e Kallmit do të orientohet më shumë bazë të atyre që shohim, do orientohet më shumë tek rezidencialja. Pra, shtëpitë e banimit gjatë gjithë vitit, sepse je në një periferi të Durrësit, vendi qet, pamjen e detit e ke edhe pamjen e qytetit, infrastruktura po zhvillohet sepse po bëhet unaza re në Durrës, nga Kallmi tek stadiumi tek policia je për 5 minuta, kështu që Kallmin do ta quajmë që po kalon më shumë tek rezidencialja. Golemi për shkak të afërsisë, edhe Golemi mund të orientohet diçka e mesme midis rezidenciales edhe të pushimeve, kurse pasaj pjesa që do përdoret vetëm për pushime mund të quajmë pjesën e Karpenit dhe Spilles, sepse është pak më larg. Po, edhe Golemi vetë, unë e thash edhe pak më parë që është kthyer si një Tiranë e dytë me zhvillimin që ka marrë, është një qytet në vetë, madje mund të ketë shumë shqiptarë që jetojnë në Tiranë, pra kryen gjithë pjesën e rëndësishme të jetës tyre ditës, pra në punë, edhe kthehen pastaj në qendrën rezidenciale të tyre në Golem, në Mali Robit, në Durrës, qoftë edhe në pjesën e Kallmit. Mos ndoshta me zyrën tuaj doja që të jemi pak më konkret me atë se çka ka ndodhur këto kohët e fundit. Le të themi muajin e fundit ku jeni shpallur agjenti i parë i muajit. Çfarë e ka bërë sa ka qenë konkretisht me fol, pra sa shitje janë bërë, sa marrëveshje janë kryer, sa takime, pra për të folur pak për muaj që është e vazhdueshme, pra se më thonë se ajo që vazhdon akoma është pjesa e paragjykimit që një agent merr pronën e një klienti dhe e publikon atë në sistem dhe mjafton një telefonat, pra nuk është vetëm kjo. Shiko, atëherë ka dhe raste që bëhet me një telefonat, po këto ku t'i gjejmë, ju e dini shumë mirë si funksionon, po që minimalisht, po flasim pra për muajin e kaluar që u ndola i pari,
unë kam det më shumë tek, se puna ime është e fokusuar tek Golemi, tek rezidenca Liburna. Unë mund të kem det më shumë tek Liburna se sa në shtëpi time. Në shtëpinë time unë mund të kem net vetëm pjesën e gjumit, e të nesër me zgjohesha, po tek Liburna, gjithë dita më shkonte po aty dhe ndarë kthehesha po në shtëpi. Pra llogaritë se sa takime mund të bësh gjatë 10-12 orëve, gjithë ditën vetëm takime. Edhe që të arrish, mund të themi kështu, marr një mesatare, unë muajin e kaluar mbylla me diku tek 32 shitje, edhe mund të kem bërë 900 takime. Për të bërë 32, po gjithë ditën atje. Gjithë ditën atje. 900 takime është një shifër goxha e lartë për të arritur 32 shitje të konkretizuara. Ashtu funksionon. Është probabilitet, është lojë numrash. Është vërtet që është lojë numrash edhe vlera kam përshtypjen për te pjesës që nga 900 ke realizuar 32, por vlera e përqindjes ajo që intereson më shumë edhe shqiptarëve direkt në pyetjen e parë ka qenë edhe vlerë e konsiderueshme, e vlerësuar dhe e kënaqshme edhe për ty kam përshtypjen. Nuk du të hym detajeve, po mund të hym detajeve se është nga ata agent që kërkon të arrijë akoma më shumë dhe garën e ke me veten apo e ke? Garën e kam me veten dhe unë kënaqësinë nuk e marr ajo çfarë fitoj, po që e ke marrë te transaksioni. Është një pyetje që më pëlqen. Shijon më shumë transaksione se sa ajo çfarë fitoj. Ma dha përgjigjen para, por gjithsesi unë prapë do t'ja bëj pyetjen. Është më e rëndësishme destinacioni që ti synon të arrish apo rrugtimi që të çon tek ajo? Rrugtimi, sepse në fund ditës kur arrin tek ai destinacioni, ka rëndësi personi që e bërë, dhe personi që bëhesh për të arritur në atë destinacion bëhesh gjatë rrugtimit. A ke një konkurrent tëndin për sa i përket ti profesioni? Po, kam. Atë që shoh çdo mjes para pasqyrës. Të flet ai më shumë i flet aty? Atë që më thot ai nuk ja them dot asnjërit. Niko, të falenderoj shumë, je një rast që du të marrë shembull jo vetëm nga sistemi i centri IS1, por dhe nga njerëz të tjerë që janë të fushave ndryshme, profesioneve ndryshme, që kjo tregon që puna jote, përkushtimi, konsistenca e vazhdueshme dhe për të qenë gjithmonë disponibil për pjesën atyre njerëzve për t'u përgjigjur dhe për të lexuar nevojat, dëshirat dhe kërkesat që ata kanë, që ti të jesh sa më afër për t'u përgjigjur me ato se çka duhet të jetë më mirë për ta, se normalisht prona është gjë e rëndësishme për çdo njeri nga ne. Patjetër, është një gjë që për shumë njerëz bëhet një herë në jetë. Për shumë njerëz bëhet një herë, kështu që një zgjedhje aq e rëndësishme mendoj që duhet ta zgjedhësh gjithmonë me një grup profesionistësh. Mos ta bësh vetëm. Tregu shqiptar po vazhdon të edukohet, le të themi, në thonjza çdo ditë më shumë ndjej nevojën e një profesionisti në këtë punë. Jo vetëm për çështje se një agent mund të marrë çmimin më të mirë të mundshëm për një pronë, po gjithashtu edhe për faktorin më të rëndësishëm për kohën që kursen. Pra një person, si ai që don të bledhë, si ai që don të shesi, kursen elementin më të rëndësishëm që ka në jetë, kohën. Nuk mund të merr gjithë ditën rrit e shtëpia, gjej ço te gazeta Chelsea, ço nëpër merrje fare tani i ra vlera fare po centri IS1 patjetër. Themi në përgjithësi blerësi i vjetër, mund të themi ose shitsi i vjetër, këto i kishte kanalet e gjetjes së një prone. Kupton, por që sot ka evoluar çdo gjë edhe pjesën më të madhe të tregut të shit blerjeve e mbulon centri IS1. A ke menduar ndonjëherë që ta lesh të? Nuk bëhet fjalë fare. Asnjëherë. Pas momentit të më të vështirë, ke pas një moment për shembull që ka qenë një ngërç që të ka marrë shumë kohë dhe ke thënë që ore s'po jap dot zgjidhje. Kam pas mund të themi, po ka qenë periudhë shkurtër, 1 muaj, 2 muaj, po në fillime. Mund të themi po që unë jam personi që e kujton atë kohë? E kujtoj, po ka dhënë një mësim, kam vërtetën që shiko, un kam pas shumë momente se siç e ka jeta e çdo njeriu që ka pasur ngritje. Edhe kjo pjesë e jetës është pjesë e jetës. Jemi për ata që na ndjekin, për ata që ne i takojmë çdo ditë. Është si çdo gjë jetës ka pasur ngritje, po që është një shprehje shumë e bukur që thotë edhe menaxheri i zyrës tonë, thotë ai disiplina do të çojë aty ku motivimi nuk mundet. Kështu që nëse ti, edhe nëse nesër je i mërzitëm, do shkosh në punë, do ta bosh i mërzitëm, po do ta bosh. Edhe pas nesër, nuk ka rëndësi se si ndjesh ti, në mëngjes do shkosh në punë. Ti do mbyllësh takimet siç ke për t'i bërë, do t'i bësh gjitha sepse në fund ditës si puna dhe si personi që ke përballë
nuk don të di a je i mërzitëm apo a je në qef apo si je. E qartë, Puna duhet bërë. pasqyra nuk është si që nga motivuese për Nikon, që nga gjithmonë kritikuese dhe thotë Jo, nuk ka. mos u merr me fjalët boshe ose motivimet që ndoshta mund t'i thonë edhe kolegët që je shumë mirë, por ti sheh akoma përtej asaj çka është e mirë. Po, shiko, normalisht ato fjalë motivuese kujt nuk i pëlqejnë dhe kë nuk ngrohen fjalët e mira, por që një gjë ja them gjithmonë çdo njeriu që kudo që arrin nuk arrin dot vetëm. Pra, qofse unë muajin e kaluar dola i parë në sistem, nuk dola unë, po dolëm të gjithë bashkë. Sepse ishte gjithë suporti dhe gjithë puna që bëjmë gjithë bashkë çdo ditë, që arrin që secili agent të ketë atë momentin e vet që të shkëlqej. Sa më shumë suksese dhe sa më shumë transaksione. Jo, dhe sa më shumë kënaqësi t'i japësh njerëzve me zgjedhjen që ti bën për t'ju qenë sa më shumë pranë atyre. U pafshim sa më shumë herë bashkë. Miq, uroj që të merrni më të mirën dhe pozitivitetin dhe konsistencën. Përgjigjet e Nikos dhe qëndrueshmërinë e tij për të qenë sa më pranë jush do ta keni gjithmonë disponibil, kështu që sa herë të keni mundësi ose nevojën tuaj e keni fare thjesht. Niko Bloshmi, ju përshëndes.